Rrjetet sociale janë bërë pjesë e ditës së çdo fëmie dhe pikërisht për këtë shtohen edhe debatet sa i përket kufizimit të përdorimit të tyre. Së fundmi, këto ditë Australia vendosi një prag moshe të përdorimit të tyre. Ngjashëm u propozua para disa muajve edhe në Francë, teksa në fillim të 2025-s Shqipëria veç se bllokoi përdorimin e TikTokut. Por a është Kosova gati për masa të tilla të sigurisë? Ky është podcasti 5 pyetje dhe në këtë epizod do të diskutojmë me Blerton Abazin, profesor i kibernetikës, sa i përket rreziqeve për fëmijët nga rrjetet sociale dhe mekanizmave që duhet t'i mbrojnë ata. Përshëndetje zotri Abazi dhe mirë se jeni në episodin ton të podcastit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Do të nisim me pyetjen e parë të këtij podcasti dhe do të flasim sa i përket kufizimit të përdorimit të rrjeteve sociale në vendin tonë. E thash edhe në hyrje, Australia ka vendosur moshën e përdorimit 16 vjeç të rrjeteve sociale, diçka e tillë për moshën 15 vjeç është propozuar edhe në Francë dhe kemi këtu afër Shqipërinë që ka bllokuar përdorimin e TikTokut. Sipas jush, sa është i nevojshëm një hap i tillë të ndodhë edhe në Kosovë? Faleminderit edhe një herë. Realisht kjo është një temë edukimi i fëmijëve në komunikimet online, edukimi i fëmijëve në përdorimin e rrjeteve sociale apo përdorimin e internetit në përgjithësi është një sfidë jashtëzakonshme në gjithë botën, por megjithatë në vendet e tona, në vendet e rajonit pak është më theksuar. Në fakt, veprimet të cilat i ka bërë Australia dhe sfundit që pritet të bëjnë edhe vendet e tjera, e cila do të replikohet ndoshta edhe në Francë dhe vendet e tjera, është jashtëzakonisht e nevojshme, sepse ne po shohim një trend të rritjes së përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët, në veçanti të TikTokut dhe disa platforma të tjera, të cilat më pastaj po krijojnë edhe probleme tjera, siç janë bullëzimi dhe shumë aktivitete tjera jo të shëndetshme, ndoshta për mirëqenien dhe për rritjen e fëmijëve. Shqipëria është një nga rastet e fundit, mirë po duhet theksohet se Shqipëria e mori një veprim të tillë pas një akti tragjik i cili ndodhi atje, dhe në fakt mundësia më e mirë është parandalimi këtyre veprimeve duke marrë hapa konkret para se të ndodhë diçka, sepse gjithsesi është shumë e rëndësishme edhe pas se të ndodhë të mirë diçka, mirë po megjithatë disa plagë dhe disa gjëra po mbesin në atë sistem apo po mbesin në ato elemente. Shqipëria mori një veprim, ata e kufizuan përdorimin e TikTokut, po nuk i kufizuan përdorimin e rrjeteve tjera sociale. Ne po flasëm për rrjetin TikTok, i cili kryesisht është i bazuar në video, në story përmes videove, dhe pastaj ngjizime të ndryshme të paautorizuara të fëmijëve apo marrja e telefonave të fëmijëve në shkolla dhe në shumë aktivitete tjera, po krijon, do thotë, bullizim, po krijon keqtrajtim të fëmijëve, ngjizime të ndryshme të cilat po publikohen dhe pastaj do të po krijohet edhe një percepcion. Mirë, po kjo është vetëm një nga problemet, sepse probleme tjera janë edhe ngjizimi i dëmtimit të prona publike. Ne kemi pasur shumë video të rinjve në shkollat të cilët po i dëmtojnë bankat, karrikat dhe gjithçka tjetër, të cilat po i ngjëzojnë dhe më pastaj po publikohen. Do thotë ne kemi në aspektin e kibernetikës, profesor, pse në këtë drejtim rrjetet sociale i amplifikojnë kaq shpesh bullizimin? Është problem kulturor apo lidhet me algoritmat? Jo, unë mendoj që kjo çështja e parë është, do thotë, apo pyetja që i dashur të bëhet është pse lejohen fëmijët të krijojnë llogari në rrjetet sociale. Pse është kaq e lehtë krijimi? Për shembull, gjatë publikimit të zyrtarëve në Australi, gjatë intervistës unë dëgjova edhe konferencës të cilën e dhanë, dhe çështja e parë ishte ajo të cilën thanë që ne do ta ndalojmë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët në 16 vjet. Dhe mbetet përgjegjësi e kompanive Meta, TikTok dhe të tjera që ta gjejnë zgjidhjen si ta ndalojnë. Do thotë, dhe kjo është shumë e drejtë, do thotë, e cila bëhet, sepse ne e dimë që çdo fëmijë me pak njohuri mund ta krijojë një llogari, duke mashtruar me moshën, duke mashtruar me disa elemente tjera. Mirë, po nëse rritet niveli i sigurisë për hapjen e llogarive të tilla, sikur që mund të kërkohet ndoshta letër njoftimi apo edhe dokumente të tjera. Po më shumë kritere, më shumë procedura verifikuese, ndoshta mund t'i quajmë, atëherë do thotë kjo do ta ndalonte. Ku to shihni për shembull në Shqipëri TikTok është ndaluar. Zyrtarisht është ndaluar. Megjithatë njerëzit edhe mund ta përdorin duke përdorur edhe mekanizma të tjerë të VPN-it dhe jo legale. Dhe çështja është, do thotë, sepse ata spaku e kanë zvogluar përdorimin.
Do të tillë nëse përdor VPN apo veprime të tjera për të qasur, jo çdo qytetar i rëndomt mund të di ti përdor ato vegla. Do të kjo është shumë e rëndësishme sepse s'po i zvogluar niveli i përdorimit apo konsumi i TikTokit nga qytetarët e thjeshtë, nga fëmijët edhe nga moshat e ndryshme. Të kthehemi te pyetja juaj, bullizimi nuk është çështja e algoritmit e cila zhvillon, unë mendoj të është çështja e cila bëhet virale në vende të ndryshme. Do të them shembull nëse në Kosovë del një video të tillë, ne jemi vend i vogël dhe shumë lehtë ajo mund të bëhet virale sepse mund njihen personat edhe mund njihen familjarë të ndryshëm të cilët mund ta shohin dhe pastaj do të ndihen emocionalisht të rënduar edhe veprimet të tjera të cilat mund të çojnë edhe deri te ndonjë sëmundje e caktuar për ata persona. Vazhdojmë me pyetjen e dytë sa i përket rreziqeve teknike. Çfarë rreziku ka për një fëmijë kur ai është në një rreth, ka telefonin, hyn në rrjetet sociale, instalon lojra, aprovon të gjitha cookies që dalin, sa rrezikon të dhënat e tij personale dhe privatësinë? Po, këtu kemi dy lloje të rreziqeve. Kemi rrezikimin e fëmijëve, të cilët ndoshta krijojnë edhe bëhen më agresiv në raste të ndryshme duke përdorur dhe duke luajtur lojra të ndryshme pa kontroll dhe duke u qasur në faqe të ndryshme që mund të jenë viktim jo vetëm e bullizimit, mund të jenë viktim edhe e pedofilias dhe veprimeve tjera, duke komunikuar me njerëz të panjohur pa qëllimshëm. Po në anën tjetër rrezikohet edhe prindi i cili ju ja jep telefonin dhe potencialisht mund të rrezikon edhe dhënat e tij, sepse në moment që fëmiu klikon çdo link i cili i hapet, atëherë potencialisht gjasa që të kyçet ndonjë malware, ndonjë kod i keq në telefonin i cili mund t'ja marrë llogarinë bankare, mund t'ja marrë fotografitë dhe veprimet e tjera, do thotë kjo pastaj do thotë edhe rrit nivelin e rrezikshmërisë dhe dëmi është shumë i madh. E qartë. Në pyetjen e tretë do dalim pikërisht tek roli i prindërve. E dëgjojmë shpesh frazën nga prindrit, jepja telefonin le të qetësohet. Po flas për moshën më të ulët të fëmijëve. Ndërkohë që ndoshta ata 13, 14, 15 vjeç mund të kenë telefonin e tyre personal. Sa mendoni që prind kosovar janë vetëdijshëm qoftë për rreziqet kibernetike, pra të vjedhjes së dhënave personale, dhënave bankare, por edhe rreziqeve që rrjedhin nga përdorimi i rrjeteve sociale dhe telefonit? Ato që mendoj unë është që para se dalim të rrjedhja dhënave dhe informacioneve, është me rëndësi mirëqenia e fëmijët. Thotë fëmiu nuk mund të qetësohet duke ia dhënë telefonin dhe duke e lënë të pa menaxhuar dhe të pa kontrolluar përdorimin e tij, do të thotë në periudha të pa limit apo në periudha të pacaktuara. Është qetësi për prindrin, ndoshta që në atë moment të çfarë nuk i kërkon, nuk i bën zhurmë, por jo për fëmijën. Pikërisht, kjo është një moment i cili ne nganjëherë gjithë kthehemi prej punës të lodhur dhe kemi nevojë për një qetësi 10 minutë, një orë dhe pastaj do të mënyra e vetme është në moment që nuk mund ta menaxhosh fëmijën, është të japësh telefonin pa kontroll. Mirë, po mendoj që dëmi shoqëror, dëmi social, dëmi shpirtëror i fëmijët është shumë më i madh se sa dëmi kibernetik i cili mund t'i hupin dhënat apo diçka tjetër. Dhe në çdo formë të cilën ta përdorim, sepse ne po flasim për dy mosha të ndryshme. Moshën e parë të fëmijëve të vegjël, të cilët janë moshës 5, 6, 7, ndoshta deri në 10 apo 12 vjeçare, të cilët nuk kanë telefona dhe mund t'ia japim përdorimin e telefonit pa limit, i cili mund të jetë dëm shumë i madh për fëmijën. Dhe kemi moshën tjetër, të cilët janë prej 12, 13 vjeçar, të cilët i kanë telefonat e tyre. Dhe ne duhet të veprojmë në dy forma të ndryshme. E para është që të menaxhojmë fëmijën e vogël, të mos e japim telefonin pa limit dhe ta kontrollojmë se çfarë po shikon brenda atyre. Dërsa tek fëmijët më të mëdhaj apo më të rritur, ne mund të përdorim vegla të ndryshme përmes të cilës prej distancës prindi mund ta limitojë qasjen e tij në faqe të caktuara, në platforma të caktuara, të përcaktoj kohën se sa. Këto vegla, ndoshta profesor, çka do t'i sugjeroni ju si ekspert një prindi se si mund të monitoroj fëmijën e tij 13 vjeç, po supozojmë përdorim të telefonit. Këto janë vegla të cilat ndryshe njihen edhe si vegla prindërore, përmes të cilës ti mund t'ja limitosh qasjen në internet, mund t'ja limitosh qasjen në faqe të caktuara, mund t'ja limitosh se çfarë mund të instaloj, por gjithashtu mund ta limitosh edhe për sa kohë mund ta përdor telefonin. Për shembull, ti mund të thush se ti gjatë një jave mund t'i kesh 3 orë përdorim të telefonit. Ti shfrytëzoj në çfarëdo forme duhur, mirë po vetëm 3 orë i ki
kredin, thoshte që mund ta çujmë do të sikur në telefon, do 3 orë të cilat ti mund t'i përdorësh në forma të ndryshme, mirë po i fokusuar vetëm në platformat specifike të cilat mundi. Po para se të vim ne te modeli, ndoshta që mund ta quajmë modeli i presionit, modeli represiv i përdorimit, ne duhet të flasim me fëmijët. Ju tregojmë të mirat dhe të këqijat e përdorimit të internetit apo formës apo edukimit digital. Dhe për t'ja treguar këto fëmijët, sfari duhet të edukojmë prindërit. Dhe sa janë të edukuar prindërit kosovar? Unë mendoj do thotë ne duhet i marrim parasysh shumë faktor, sepse ne nuk mund të thojmë që prindërit nuk janë të edukuar. Unë nuk besoj që asnjë prind i jep fëmijët telefonin dhe ka qëllimshëm ose tendencën për me kriju destruktivitet, agresivitet e tjera. Unë mendoj që ata dëshirojnë nganjëherë kanë presionin e punës, familjes, mirëqenies, do të thotë gjithçka tjetër, dhe ata dëshirojnë ta kenë qetësi ndoshta të caktuar. Mirë po edukimi i prindëve unë mendoj që është i ulët, është shumë i ulët. Do duhet të ishte iniciativë shtetërore, ndoshta që të paktën prindrit të mësojnë, po flas për atë kategori të prindve që s'janë shumë të njohur me teknologjinë dhe digitalizimin, të mësojnë mekanizmat bazë, si të kenë një monitorim përmes telefonit të tyre në telefonin e fëmijës. Unë mendoj që kjo më së miri do të drejtoheshte, do të adresoheshte përmes edukimit të prindve nga institucionet parashkollore. Të cilët pothuajse çdo familje ka një fëmijë të caktuar në shkollë, qerë dhe parashkollore tjera, dhe ndoshta krijimi një iniciativë stil, duke mobilizuar gjithë institucionet publike dhe private parashkollore, mund të thrasin prindërit nga një gjysore, 1 orë, një herë, nuk mjafton jo çdo herë, të cilën ndoshta do ta marrin një ligjërat apo do të trajnoheshin thojza, në atë do të thotë se cilat janë dëmet, cilat janë të mirat dhe si mund ta menaxhojnë fëmijën gjatë komunikimit digital. Sepse ka shumë prindë të cilët ndoshta nuk janë të vetëdijshëm për dëmet e mëdha të cilat mund të shkaktojnë. Ne kemi pas lojra të ndryshme përmes të cilave fëmijët janë dëmtuar. Fati mirë që në Kosovë disa për shembull loja balena blu dhe të tjera të cilat kanë qenë shumë herë dhe të cilat kanë shkaktuar viktima nëpër Evropë, fati mirë ka qenë që në atë kohë kur u zhvillua kjo lojë ka qenë vetëm gjuhën angleze. Dhe mungesa e njohurisë së gjuhës angleze, pastaj do thotë ka qenë dëm shumë i vogël në Kosovë, edhe pse ka pas disa raste të izoluara të cilat kanë ndodhur. Mirë po mos harrojmë se tash kemi edhe inteligjencën artificiale, e cila në mënyrë automatike mund ta përkthej dhe mund ta optimizoj algoritmin e një lojë të caktuar për fëmijët të cilëve e ka target të caktuar. Dhe në këtë rast edhe mund përkthehet në gjuhën shqipe, mund t'i përshtatet mund të fëmijë që kuptojnë edhe më shumë anglisht se në kaluar. Pikërisht, por dhe kjo mund t'i përshtatet kërkesave të fëmijët dhe në këtë rast do thotë dëmi dhe viktimizimi apo mund të jetë shumë i madh. Në pyetjen e 4, profesor, siguria në pajisjet e fëmijëve, cilat janë 3 aftësi nëse mund t'i numërojmë, kështu që fëmijët në Kosovë duhet t'i mësojnë para se të hapin një profil në rrjetet sociale. Me fëmijët duhet bisedojmë. Në vazhdimsi, duhet bisedojmë për dëmet të cilat i shkaktojnë lojrat të caktuara, lojrat e dhunshme, duhet të tregojmë që nuk duhet flasin me njerëz të panjohur në rast se eventualisht kyçet dikush në ndonjëherë nga lojrat, dhe duhet ju tregojmë që përdorimi i tepërt mund t'i dëmtojë shëndetin, syt dhe shumë veprime të tjera. Unë mendoj që çdo fëmijë e kupton rëndësinë, çdo fëmijë e veren që qëndrimi tepërt në telefon, qëndrimi tepërt në pajisje kompjuterike e dëmton, e lodh më shumë, dhe për këtë arsye në moment që ulemi dhe bisedojmë me fëmijët, dhe kjo nuk do thotë vetëm një bisedë ditore, po këtë duhet t'ja përsërisim çdo ditë, thotë qëndrimi tepërt në pajisje kompjuterike, mos komunikimi me persona të cilët nuk i njihni, dhe treta që është shumë e rëndësishme, mos përdorimi apo mos luajtja me lojra të cilat janë shfaqin dhunë, agresivitet dhe veprime të tjera. Nëse në vazhdimsi ja përsërisëm këto 3 fëmijëve, fëmijët shumë shpejt kanë marrë me kuptu që dëmi është i madh dhe ata vetvetiu do të fillojnë të kujdesen apo të trajtojnë vetveten do të thotë në këto pika. Duhet shtohet ndoshta edhe tek prindrit po flas kur i blejnë fëmijës së tyre një telefon, edhe ky elementi që të ketë vetëm kids account, do thotë profile që janë vetëm për fëmijë në këto, për shembull në YouTube ose në platforma të tjera, të ketë një kufizim pra edhe më të thellë përdorimet. Unë mendoj që fëmijëve nuk duhet t'ju blejmë telefon. Thot fare.
po mos është tani ndonjë shkëputje, sepse shkollat tona tentojnë të shkojnë drejt digitalizimit, të tabelave të mençura, të përdorimit të kompjuterit. Pikërisht, po mund t'ja blesh një kompjuter apo një iPad, por jo telefon. Do thotë iPad-in nëse ja blen mund ta përdor për edukim, për gjithçka tjetër. Telefoni është diçka e cila unë mendoj që është e panevojshme dhe pa arsyeshme që një fëmijë t'i blet një telefon. Një prej arsyeve që dëgjojmë tek prindrit sot është që ajo është në shkollë, unë duhet të thras, kur të vitë të marr, kur mbaron mësimin. Po, këto probleme kemi çdo kush. Kjo s'ka qenë të kaluarën, ne si kemi pas telefon në 12 vjeç ose 13 vjeç. Unë personalisht tash prindrit e shohin të nevojshëm. Po, unë personalisht kur kam mbaruar shkollën fillore para luftës, ne kemi shku vetë në shkollë dhe nuk ka që na kanë përcjell. Po tash megjithatë ka ndryshuar konteksti, ka ndryshuar modeli, a kupton, edhe edukimi, kultura, shoqëria janë populluar shumë më shumë qytetet me njerëz të panjohur, gjithçka tjetër. Ne duhet të shfaqim besim në institucionin ku e dërgojmë në shkollë. Edhe ne nuk kemi nevojë që të rrim fëmijës mbi gjatë gjithë kohës, ta monitorojmë edhe në shkollë në veprimet. Ne kemi një orar të shkollës, fëmiu e ka një orar shkollë kur e din kur fillon dhe kur mbaron. E ka një mësuese, një pedagog, i cili e ka një numër kontakti dhe i cili njofton për çfarëdo ndryshimi, për çfarëdo veprimi i cili mund të do dhe unë nuk besoj që asnjë mësues nuk është që do thotë mund ta lënë një fëmijë te dera e shkollës edhe të shkojë do thotë pa ardhur. Prindi që ta. Ne duhet ta krijojmë edhe një mirëbesim, një besueshmëri me institucionin të cilin ju e dërgoni fëmijën dhe mos krijojmë do thotë vetëm se pastaj kjo po keq përdoret. Në moment që një fëmijë po e merr një telefon në shkollë, pastaj kjo po replikohet tek fëmijët e tjerë dhe kjo pastaj po i shfaq edhe pedagogëve probleme për mbarvajtjen e procesit mësimor. Dhe pyetja e fundit e pest, profesor, se përket rekomandimeve që mund të janë për institucionet e vendit. Cilat janë masat konkrete ndoshta që shteti i Kosovës mund të marrë për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet që vijnë prej rrjeteve sociale, prej platformave të tjera në telefon? Unë mendoj që ne si shoqëri edhe institucionet duhet të fillojnë të mendojnë për çështjen e menaxhimit të rrjeteve sociale nga fëmijët, duke i pa praktikat më të mira të Australisë, të Francës, ndoshta të ardhmen të Shqipërisë dhe të fillojnë të tentojnë që të bëjnë disa veprime parandaluese para se të vijë më e keqja. Ne kemi raste të cilat kanë ndodhur, ne gjithë jemi të vetëdijshëm që rastën TikTok. Raste sporadike kemi edhe në Kosovë. Kemi në Kosovë pikërisht. Unë këtë dua ta them, do të ka, mi po shumë mirë edhe shumë e rëndësishme është që ne të veprojmë të parandalojmë më të keqen. Unë edhe më herët, në disa takime të mëhershme, unë jam i udhëtarja asaj që përdorimi i TikTokit të limitohet. Mos ta them të ndalohet sepse pastaj po keq kuptohet, po të limitohet. Përdorimi i rrjeteve sociale gjithashtu të limitohet nga përdorimi i fëmijëve dhe në farforme pak a shumë të rritet përgjegjësia e prindërve në monitorim të fëmijëve nëse ata kanë të hapura rrjete sociale, komunikime, platforma të komunikimit, TikTok apo çfarëdo tjetër. Dhe institucionet duhet të veprojnë, unë mendoj që duhet të veprojnë më shpejt në mënyrë që ta parandalojnë më të keqen apo raste tragjike sikur që ndodhen në Shqipëri, sikur që kanë ndodhur në Maqedoni dhe në shumë vende të tjera. Mos pritet pra që të ndodhë një rast i ngjashëm dhe atëherë të mirën masat për paraprakisht. Pikërisht do thotë ideja që në komunikimin digital, në edukimin digital, veprimet zakonisht janë reaktive, do të reagojmë kur ndodh diçka, ne duhet ta tregojmë një proaktivitet në këtë rast dhe të veprojmë para se diçka të ndodhë. Faleminderit shumë profesor për bisedën dhe që ishit pjesë e podcastit 5 pyetje. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ky ishte epizodi i kësaj jave të podcastit 5 pyetje. Dëgjohemi dhe shihemi në episodin e radhës të shtunën e ardhshme.